Le të marrim një skenar paksa ekstrem për një moment. Është pak i çuditshme të mendohet sikur një njeri i rritur të zgjohet nesër në mëngjes me një tru që rritet fizikisht me një ritëm prej rreth 1% në ditë. Wow, 1% në ditë është, do me thënë është një shifër e frikshme, po ta mendosh për një tru të rrituri? Fiks. Dhe çdo tingull në atë moment bëhet bombastik. Çdo rrezë drite kthehet në një sulm total mbi shisat. Ndërsa vetë graviteti ndihet si një forcë dërmuese që nuk është provuar kurrë më parë. Raskapitja dhe mbi ngarkesa ndjori do të ishim të papërshkrueshme. Jam e bindur që asnjë i rritur nuk do ta përballonte dot. Sakt. Por ky faktikisht nuk është ndonjë skenar fantashkencor. Është thjesht realiteti i pastër, realiteti i përditshëm i 6 muajve të parë të jetës së një qenie njerëzore. Dhe është një realitet goxha intensiv. Është. Dhe për ata njerëz që qëndrojnë përballë kësaj qenie të vogël, domethënë prindrit, ky zhvillim eksponencial shpesh vjen i shoqëruar me një dozë shumë të lartë stresi. Po, vjen me një lloj mjegullnaje mendore. Pikërisht atë mjegull do të përpiqemi të shpërndajmë në këtë eksplorim të thelluar sot. Mezi po pres të hym kësaj teme. Kemi marrë një sër shënime shtelbërësore nga seria edukative Prindërimi. Kjo seri e zbërthen me shumë detaje atë çfarë duhet pritur konkretisht në këtë gjysmë viti të parë. Është një burim fantastik. Faktikisht, misioni i kësaj bisede sot është të ndërtojë një hartë orientuese për këtë zhvillim mahnitës. Duam të shmangim atë mbi ngarkesën e frikshme me informacion. Sepse informacioni mund të bëhet lehtësisht mbytës për këtë do që po e kalon këtë fazë. Absolutisht. Të jesh prind në këto muaj të parë është fiks si të ulesh nga një avion në një shtet krejtësisht të huaj, pa asnjë hartë apo sinjal GPS. Dhe nuk flet as gjuhën. Fiks. Kështu që këto burime që po analizojmë sot shërbejnë praktikisht si fjalori dhe udhëzuesi i mbijetesës. Okej, le ta zbërthejmë këtë pak. Le t'i hym. Si duhet lexuar kjo hartë e re? Qasja ndaj këtij informacioni ka shumë rëndësi apo jo? Tani, qasja ndaj këtij fjalori përcakton vërtet gjithçka. Hapi i parë kritik, të paktën sipas materialit burimor që po analizojmë, është të mos e trajtojmë kurrë këtë informacion si një listë kontrolli. Do me thënë, jo si një listë ku thjesht bëjmë tik dhe ecim përpara. Pikërisht, nuk jemi aty për të vendosur tik detyrave të kryera për të kaluar klasën. Kjo nuk është një flet lavdërimi për fëmijën. E vërtet, nuk është një garë. Është thjesht një kornizë për të kuptuar mrekullinë e biologjisë njerëzore në veprim. Kjo më pëlqen. Korniz kuptimi. Po, sepse të kuptuarit e zhvillimit është aty për të dhënë njerëzve mjetet e duhura, për të ofruar mbështetjen e saktë neurologjike dhe fizike. Me kohën e duhur. Sakt, jo për të vlerësuar fëmijën sikur të ishte, nuk e di, sikur të ishte një produkt në një linjë montimi fabrike. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me atë themelin që burimi e thekson fort që në fillim. Para se të zhytemi të pjesa mekanike e gjërave, te fakti se si ndodh ky zhvillim muaj pas muaj, duhet vendosim kontekstin se pse duhen ditur këto gjëra. Dhe sidomos, pse duhen ditur pa u fiksuar as pak pas tyre. Kjo është kryesorja, pa u fiksuar. Sepse çdo bebe është një qenie gjenetikisht unike. Çdo përpjekje për t'i futur fëmijët në një lloj kallpi inxhinierik përfundon vetëm në frustrim. Vetëm në frustrim, po. Ajo që është më gjepse këtu është se njohja e këtyre fazave tipike ndryshon, kryesisht gjendjen psikologjike të vetë prindit. Pret si ndodh ky ndryshim. Kur një i rritur kupton mekanizmat e zhvillimit, ndodh një kalim thelbësor. Frika nga e panjohura. Ajo frika paralizuese. Fiks. Ajo frikë shndërrohet ngadalë në një vëzhgim të vëmendshëm. Informacioni shërben thjesht si një amortizator për stresin. Që të mos ketë ma panik në orën 3 të mëngjesit. Sakt. Nuk kam më pyetje të tipit, a është normale kjo e qara apo po ndodh diçka e tmerrshme? Dëgjoj, dua ta sfidoj pak këtë ide, të jemi sinqert. Patjetër, urdhëro. Sepse natyra njerëzore është e ndërlikuar. A nuk rrezikon pikërisht një hartë e tillë mujore të kthehet në një mjet torture psikologjike? Në ç'kuptim e thua këtë? Ta zëm se çfarë ndodh nëse bebi i dikujt nuk e bën diçka saktësisht në atë dritaren kohore 4 javore që përshkruhet aty në literaturë. Aha, po, e kuptoj ku do të dalësh. A nuk lind natyrshëm instinkti për të thënë, bebi i komshiut po e bën këtë, pse yni jo? Kjo është një pyetje me shumë vend. Sepse duket sikur vetë ekzistenca e këtij informacioni
rrezikon të nxjisë pikërisht atë krahasim që burimi thotë se duhet ta shmangim. Kjo është faktikisht një pikë kritike dhe një grack ku bien jashtëzakonisht shumë njerëz. Po si dilet nga kjo grack? Zgjidhja që ofron burimi qëndron fiks te mënyra se si ne e perceptojmë kohën e zhvillimit. Nuk duhet parë absolutisht si një orar treni. Jo si orar treni. Jo, do me thënë, nuk është diçka ku nisja duhet të ndodhë fiks në orën 8:00, dhe nëse nuk ndodh, atëherë diçka është prishur përfundimisht. Aha, e qartë. Mendojeni këtë zhvillim më shumë si trafiku në një autostradë me shumë korsi. Më pëlqen kjo analogji. Tani, disa fëmijë ecin në korsinë e shpejtësisë për zhvillimin motorik, por ndoshta të njëjtët fëmijë janë në korsinë e ngadaltë për ato vokal. Të tjerë bëjnë këtë në të kundërt? Saksisht. Disa të tjerë mund të ndalojnë në një stacion pushimi për disa javë dhe pastaj të bëjnë një spring të papritur. Por e rëndësishmja është se të gjithë po shkojnë në të njëjtin destinacion. Autostrada me ritme të ndryshme, por me të njëjtin destinacion. Ka shumë kuptim. Kur arrihet të kuptohet kjo gjërësia e atij konceptit të normalitetit, krahasimi me fëmijën e komshiut humbet. Humbet plotësisht kuptimin. Çdo lloj kuptimi shkencor dhe logjik, po. Pra me që e qartësuam këtë rregull thelbësor mbi jetese që është braktisja e krahasimit, le të fillojmë vërtet të ecim përgjatë kësaj autostrade. Le t'i marrim me radhë. Le të lëmë mënjan idenë e muajve si kufi të prerë, dhe të shohim evolucionin e vërtet biologjik. Burimi e ndan këtë gjysmë viti në faza transformimit drastik. Faza shumë të dallueshme nga njëra tjetra. Faza e parë, 3 muajt e fillimit, shënon kalimin e jashtëzakonshëm nga reflekset e mbijetesës te lidhja e parë e vërtet shoqërore. Le të flasim pak për atë periudhën, domethënë muaj 0 deri në 1. Është një periudhë shumë delikate. Shënimet thonë kështu: kemi gjumë të shumtë, reflekse bazike dhe reagim ndaj zërit dhe prekjes. Fokusi i rekomanduar për atë periudhë është vetëm te lidhja emocionale, ushqyerja dhe siguria. Unë mendoj fiksi të shkarkosh një sistem operativ në një pajisje të re. Është një krahasim shumë i gjetur faktikisht. Është thjesht një ekran i zi në fillim, me kode që lëvizin në prapasken, thjesht për të ngritur bazën e mbijetesës. Apo jo? Po, dhe ky shkarkimi i sistemit operativ është një proces biologjik masiv. Tani, për të kuptuar thellësinë e kësaj faze, duhet të sjellim në vëmendje atë konceptin evolucionar të 3 mujorit të katërt. 3 mujori i katërt, jashtë barkut të nënës. Fiks. Sepse truri i njeriut është kaq i madh saqë për të kaluar me sukses procesin e lindjes fizike, foshjat njerëzore duhet të lindin thellësisht të pazhvilluara. Aha, do me thënë krahasuar me gjytarët e tjerë? Sakt, po ta krahasosh me një kafshë tjetër, një i porsalindur njeri është në thelb thjesht një fetus jashtë trupit. Është e pabesueshme po ta mendosh ashtu. Prandaj, ai gjumi shumë që ti përmende, nuk është thjesht pushim nga lodhja e ditës. Çfarë është atëre? Është fiks gjendja thelbësore ku neuronët po krijojnë miliona sinapse në sekond. Kjo ndodh thjesht për të mësuar se si të përpunojnë oksigjenin, ndryshimet e temperaturës dhe vetë forcën e rëndesës. Pra ata fjalë për fjalë po ndërtren hardware-in, ndërkohë që janë të ndezur. Ashtu është, po punojnë me sistemin ndezur. Po këto reflekset e famshme që shohim të gjithë, për shembull kapja e gishtit apo reagimi kur tremben nga një zhurmë, këto nuk janë lëvizje të menduara, apo jo? Absolutisht jo. Ato janë kode gjenetike mbijetese të cilat janë të programuara thellë aty në trungun e trorit. Wow. Pra kur të kapin gishtin nuk po të thonë të dua. Sa do donim të ishte ashtu. Por kur një bebe e porsalindur kap fort gishtin e dikujt, nuk po tregon afeksion të qëllimshëm. Është thjesht refleks. Është një mbetje e evolucionit ton primat, një refleks mbijetese për të mbajtur fort pas nënës. Ata janë thjesht organizma biomekanik në ato javë të para, që ju përgjigjen stimulive, pas një lloj përpunimi kognitiv të nivelit të lartë. Fillon të kërkojë ndërveprim. Këtu ndryshon loja plotësisht. Këtu shënimet tona tregojnë se fillon kontakti i vërtet, sy më sy, buzëqeshjet e para, dhe padyshim një ndërgjegjësim shumë më i lartë për atë që i rrethon. Po. Fokusi nuk është më vetëm të mbajnë gjallë. Tani theksi zhvendoset te komunikimi. Të lutem më thuaj, çfarë po ndodh saktësisht në atë trut vogël që i bën të hapin sytë dhe të kërkojnë dikë përballë? Tani, kjo është ndoshta një nga zhvendosjet më drastike neurologjike në të gjithë jetën e një njeriu. Kontakti me sy për një foshnjë është një punë e jashtëzakonshme inxhinierike. Pse është kaq e vështirë?
për ne është diçka e natyrshme. Sepse kur lindin, foshnjat shohin vetëm hije dhe dritë, të cilat janë të fokusuara rreth 20 cm larg. Që me siguri është fiks distanca e fytyrës së prindit gjatë ushqyerjes. Fiks ajo distancë. Muskujt e tyre okular janë shumë të dobët fillimisht dhe korteksi vizual i trurit nuk di ende si t'i përkthejë ato fotonet e dritës në një imazh koherent 3D. Wow. Pra janë duke mësuar të shohin hapësirën. Kur ata arrin rreth muajit të dytë të fokusojnë shikimin drejt për drejt te sytë e një personi, do të thotë se miliona lidhje nervore sapo janë sinkronizuar me sukses të plot. Është si një rrjet që sapo u ndez. Fiks, truri i tyre në atë moment po thotë: "Okej, ne I kemi zgjidhur funksionet bazë të frymëmarrjes dhe tretjes, kështu që tani mund të fillojmë të analizojmë botën e jashtme." Dhe ky sinkronizim I famshëm I jep rrugë atij momenti ikonik në muajin e dytë deri në të tretin. Këtu burimi përmend daljen e bebes online. Online në aspektin shoqëror, po. Sakt. Buzëqeshjet sociale bëhen shumë të rregullta. Fillojnë tingujt e parë si gurgullima, dhe syt fillojnë të ndjekin në mënyrë shumë aktive objektet që lëvizin rreth tyre. Është një kënaqësi e madhe kur e sheh këtë. Po, dhe për ata që I rrisin, rekomandohet që fokusi tani të jetë të folurit, leximi dhe lojrat interaktive. Është vërtet një ndryshim I jashtëzakonshëm nga ajo foshnja e fjetur e javëve të para. Faktikisht, nëse e analizojmë këtë buzëqeshje sociale nga një perspektivë rreptësisht biologjike, është thellësisht pragmatike. Si e mendon pragmatike? Shikon, në muajin e parë, siç e përmend, ato ishin thjesht reflekse muskulore. Po, që ndodhin gjatë gjumit zakonisht. Sakt. Por aty nga muaji I tretë, buzëqeshja bëhet realisht mjeti I tyre kryesor I mbijetesës. Foshnja e njeriu është totalisht e pafuqishme për të kërkuar ushqim apo për të mbrojtur. Po, nuk mund të ikin apo të gjuajnë. Mbijetesën fizike është duke magjepsur të rriturit rreth tyre, për të siguruar që ata nuk do të largohen. Domethënë I mbajnë afër me anë të lezetit. Tani, kur ata buzëqeshin me qëllim dhe truri I atij të rriturit përballë përgjigjet duke çliruar dopamin Dhe oksitocin. Heks, në atë moment, baby ka fituar lotarinë e evolucionit. Ata po e përdorin lidhjen emocionale si një mblojtje të pastër fizike. Kjo është për të qeshur. Pra, ata që kanë thjesht sa manipulator të vegjël, thellësisht të lezetshëm. Me miratim të plot nga gjenetika. Tani dëgjoj, këtu bëhet me të vërtetë interesante. Sepse sapo ky zgjim social konsolidohet, dhe ata tashmë e dinë me siguri që kanë vëmendjen absolute, që janë të sigurt aty ku janë, duket sikur energjia e tyre merr një drejtim komplet tjetër. Ata e dinë që kanë siguruar ushqimin dhe dashurinë. Çfarë bëjnë tani? Fillojnë e sfidojnë fizikën. Kalojnë në një tjetër dimension eksplorimi. Sakt. Kalojmë nga muaji I 3 deri në të 6. Kjo është ajo faza e dytë e madhe sipas burimit ton, eksplorimi I botës fizike. Këtu lëvizja dhe kapja e objekteve kthehen në një lloj obsesioni. Sepse sapo ajo uria emocionale plotësohet, atëherë lind kurioziteti I pastër inxhinierik për mjedisin. Në muaj 3 dhe 4 shohim një kontroll shumë të theksuar të kokës. Domethënë nuk ky lëkundet më si një lavjerës I prishur. Po, qafa forcohet dukshëm. Burimi thekson gjithashtu një interes masiv për lodrat që u varen mbi kokë. Këtu fokusi që kërkohet është rreptësisht stimulimi vizual dhe lëvizjet e lira. Ndryshimi I madh ky. Shumë I madh, dhe më pas ky kontroll sjell një zinxhir të tërë ngjarjesh në muajt 4 deri në 5. Fillojnë rrotullimet e plota nga shpina në bark. Aftësia për të kapur objekte me duar. Është një eksplorim I pandërprer I tyre. Për ata që kujdesen, fokusi kthehet me urgjencë te siguria fizike. Patjetër, sepse papritur ke një trup të lëvizshëm nëpër shtëpi. Kthehen në shkencëtar të vegjël që testojnë gravitetin dhe materialet. Dhe zakonisht këtë testime bëjnë duke I futur të gjitha në goje. E vërtet. Tani, nëse lidhim këtë me tablon e madhe të zhvillimit kognitiv, ajo ngritja kokës apo rrotullimet nuk janë thjesht një arritje atletike. Nuk është thjesht stërvitje muskulore. Jo. Këto lëvizje faktikisht shënojnë fillesat e para të pavarësisë hapësinore. Mendojeni kështu, për 3 muaj rresht, bota e tyre ka qenë ekskluzivisht ajo që dikush u vendoste drejt për drejt përpara syve. Ishin të bllokuar në atë pamje. Fiks. Ishin pengjet pozicionit ku I kishte lënë dikush tjetër. Por kur ata fitojnë atë kontrollin e kokës, fitojnë diçka totalisht revolucionare. Çfarë fitojnë?
fuqinë e zgjedhjes vizuale, nëse diçka ta zëm i trem pak, ose nëse po mbingarkohen nga një dritë shumë e fortë, apo qoftë edhe një fytyrë e panjohur aty afër, Ata mund të kthejnë kokën. sakt, ata mund ta refuzojnë atë informacion. Ky është akti i parë i vërtet i vullnetit të tyre të lirë. Kjo është e jashtëzakonshme ta mendosh kështu. Aftësia për të refuzuar botën përreth, jo thjesht për ta pranuar atë ashtu siç të jepet. Është fuqi e madhe për ta. Pra kur ata fillojnë të rrotullohen, ata thjesht po e zgjerojnë territorin e kësaj pavarësie të re. Pikërisht atë po bëjnë. Dhe dëgjo, ai rrotullimi nuk është i lehtë. Kërkon që truri i tyre të kuptojë se si ta shpërndaj peshën, si ta përdor atë krahun e vogël si lev për të sfiduar gravitetin që i mbante të mbërthyer. Siç e that, është fizike zbatuar. Për të arritur fiksa të lloj rrotullimi, korteksi i tyre motorik po sinkronizon për herë të parë të dyja anët e trupit. Në një lloj lëvizjeje asimetrike. Po, do me thënë, diçka që reflekset e tyre të lindura nuk i lejonin asnjëherë ta bënin më parë. Dhe pastaj kemi kapjen e objekteve. Ky është momenti i artë kur truri sinkronizon vizionin 3D me perceptimin e thellësisë. Dhe koordinimin e muskujve, padyshim. Sakt, syri e sheh një lodër diku aty larg, llogarit distancën, më pas i jep ordër krahut të shtrihet fiksajt sa duhet dhe gishtave që të hapen në kohën e duhur. Wow, është goxha kompleks. Ky lloj koordinimi sy-dorë kërkon një fuqi aq të madhe procesimi neurologjik, saqë do me thënë do ta bënte çdo kompjuter modern të nxiste ventilatorët në maksimum. Dhe të nxehej ekstremisht. Dhe të mendosh që çdo gjë që kapin direkte në gojë. Goja është instrumenti kryesor i analizës së të dhënave në atë moshë. Absolutisht. Tani, duke e çuar këtë eksplorim hapësinor drejt kulmit të tij brenda këtij gjysmëviti, ne mbërrim në muajin e 5 dhe të 6. Aha, po. Muajet 5 dhe 6. Lëvizja bëhet shumë masive, por shënimet sjellin një detaj thellësisht psikologjik që ndryshon pothuajse gjithçka. Cili është ky detaj? Fillon reagimi i theksuar kur bebi dëgjon emrin e vet. Ndërveprimi merr një tjetër dinamik aty. Kjo është shumë e vërtet. Burimi kërkon që pikërisht në atë fazë, fokusi të jetë te komunikimi i vazhdueshëm dhe ndërtimi i një rutine. Por tua të ndalemi pak te reagimi ndaj emrit. Tingëllon e thjesht? Nuk është thjesht një zhurmë. Pikërisht, kam përshtypjen që nuk është njësoj si reagimi ndaj ziles së derës. Ky reagim ndaj emrit faktikisht shënon kalimin e një kufiri thellësisht psikologjik. Është treguesi i parë i provueshëm që formimi i identitetit ka filluar. Identitetit të tyre personal. Sakt. Para kësaj faze, foshnjat kanë një perceptim totalisht të shkrirë me ata që kujdesen për ta. Do me thonë, ata dhe personi që i mban në krah janë një. Për ta janë një organizëm mbi vetëm, një njësi që nuk ndahet. Por, kur ata kthejnë kokën, kur dëgjojnë emrin e tyre të thirret nga larg, po vërtetojnë një hap masiv kognitiv. Ata po thonë, unë jam i ndar nga ti. Fiks, truri i tyre thot, këta dy tingujt më përkasin mua, jo atij tjetrit pranë meje. Është praktikisht lindja e egos, lindja e unës në një botë të mbushur me të tjerë. Është, me të vërtet, për të mbetur pa fjalë. Të mendosh që i gjithë ky ndërtim identiteti, i gjithë ky revolucion fizik dhe hapësinor, po ndodh në vetëm 6 muaj. Vetëm 6 muaj, po, është një ritëm i frikshëm. Mirë po shiko, kur zbresim në realitetin praktik të gjërave, të njohësh të gjitha këto pika teknike që folëm, domethënë sinapset, pavarësinë, po, formimin e sinapseve, reflekset, pavarësinë hapësinore, koordinimin e atyre rrotullimeve. Të gjitha këto në letër duken magjepse. Duken si magji shkencore. Duken vërtet, por në dhomën e nenjes në atë jetën e përditshme kaotike, kjo listë me gjithë këto mrekulli zhvillimore mund të kthehet në një presion jashtëzakonisht të lartë për atë që e ka marrë përsipër këtë detyrë kaq të madhe. E kuptoj stresin që krijohet. Mirë po, këtu shënimet burimore bëjnë diçka që mua nduket shumë e zgjuar. Ato e heqin projektorin nga aftësitë motorike të fëmijës. Të mëdha kapitale, çdo bebe e ka ato orën e vet të brendshme thellësisht personale. Nuk ka një orë universale për të gjithë. Jo, nuk ka asnjë normalitet absolut, të prerë me thik. Normat janë vetëm disa mesatare statistikore aty, jo një ligj universal mjekësor. E vërtet. Materiali e thot shumë qartë, nëse ka shqetësime reale apo nëse vërehet një mungesë totale e reagimit ndaj stimujve, gjëja më logjike dhe e duhur është thjesht konsultimi me një mjek.
Gjithmonë duhet ajo vizita tek specialisti në rast dyshimesh. Absolutisht, por në atë përditshmërinë e gjërave, ajo qasja e frikshme krahasuese duhet zhdukur plotësisht. Duhet fshirë nga mendja. Sepse çelësi i vërtet i suksesit në këtë autostradë zhvillimi që kanë vetë ata të rriturit rrotull, të cilët duhet të ofrojnë vetëm 3 gjëra thelbësore: mbështetje, vëzhgim dhe ndërveprim. Fiks këto treja. Pra, pyetja ime për ty është kjo. Kur ne fikim dritat, kur mbyllim fletoren e këtyre shënimeve teknike që kemi sot përpara, dhe njerëzit e gjejnë veten vetëm përballë kësaj foshnje që kërkon absolutisht gjithçka, cili është thelbi i vërtet aty, i zhveshur totalisht nga ana mjekësore? Tani, thelbi mund të gjendet faktikisht në një nga sentencat që mendoj se është më e fuqishmja dhe më qetësuesja nga i gjithë ky material. Dhe çfarë thot konkretisht? Ajo thot, bebi nuk ka nevojë për perfeksion, ka nevojë thjesht për prindin. Sa fjalë rënd. Është. Ne kemi atë tendencën si një shoqëri moderne që është thellësisht e fiksuar pas optimizimit të gjërave, që të ndërhyjmë. Të ndërhyjmë kudo. Po, ta zëm kur shohim një fëmijë që po stërmundohet aty në tapet duke tentuar të bëjë një rrotullim. Instinkti i një të rrituri që është pak i anksiozuar është ta kap me duar dhe ta kthej vet, ose ti tregoj konkretisht si bëhet. Ta ndihmoj që të mos vuaj. Por ky zhvillim gradual neurologjik kërkon 2 elemente bazë në mjedisin e tyre. Së pari, durim të pakushtëzuar, dhe së dyti, një vëzhgim pasiv. Vëzhgim pasiv do me thonë pa u përzierë. Sakt, ajo kërkesa e madhe që njerëzit i bëjnë vetes për të kthyer gjithkohës në trajner të zhvillimit, është thjesht një burim stresi krejtësisht i panevojshëm. Pra duhet të lëshojnë pak pe. Të lëshojnë kontrollin. Vëzhgimi i qetë nga një distancë e sigurt, duke e lejuar atë fëmijë të stërmundohet pak vetë me gravitetin, është dhurata më e madhe që mund t'i bëhet. Që ka vërtet e rëndësishme. Fëshnja po zhvillon sistemin e vet nervor qendror. Nuk i duhet asnjë instruktor palestre te koka. I duhet vetëm një bazë e sigurt aty pranë. Ku e din që ka mbështetje poran? Fiks. Një mjedis ku ata e din se edhe nëse bien apo dështojnë herën e parë, dikush është gjithsesi aty për t'u ofruar ngrohtësi. Është e vështirë të jemi bindur, ta pranosh atë lloj pasiviteti. Të kuptosh atë fuqinë e madhe të qenit thjesht i pranishëm, pa i tërhequr telat nga lart si pupaq. Është ndoshta mësimi më i vështirë në fillim. Atëherë, le të bëjmë një vështrim të shpejt ashtu nga ajri, si të thuash, të gjithë këtij udhëtimi. Është vërtet diçka monumentale po ta përmbledhësh. Është një transformim total. Kemi atë fillimin në një gjendje pothuajse nuk e di, jashtëtoksore. Gjumi thellë, refleksik bazike mbi jetese aty nga trungu i trurit, instalimi i atij sistemit operativ. Software i bazë për të qëndruar gjallë. Po, dhe pastaj aty rreth muajit të dytë të tretë, ndizen befas dritat, sinkronizohet shikimi me hapësirën, dalin në pa ato buzëqeshjet e famshme sociale e manipulatorët e vegjël, siç i quajmë. Mjeti i tyre magjik i mbjetesës. Dhe fillon ai shkëmbimi i rëndësishëm emocional. Më pas, rreth muajit të katërt, i gjithë ky fokus thellësisht social kthehet befas nga jashtë dhe fillon ajo betejë e lavdishme me fizikën. Fillon lufta me tapetin. Ngritja e kokës, marrja e kontrollit hapësinor, pastaj koordinimi sydor dhe sfidimi dyshemesës përmes rrotullimeve të pafundme dhe sigurisht pika kulminante, ai reagimi i parë ndaj emrit. Momenti epik i identitetit. Momenti epik kur ata kuptojnë me veten e tyre se janë individ krejtësisht më vete, të ndarë nga ne të tjerët. Dhe ky gjysmë viti që sapo diskutuam, sado masiv që duket, shërben vetëm si një parathënie. Po, ka më shumë. Materiali paralajmëron qartë se sapo kjo bazë të konsolidohet, hapet si pari për aktin e dytë shumë më dramatik, lëvizjen autonome. Aha, zvarritja e famshme. Zvarritja, ulja pas një lloj mbështetjeje, ngritja me zor në këmbë rreth mobiljeve dhe në thelb, domethënë, riorganizimi total dhe absolut i dinamikës shtëpisë. Për shkak të aty organizmit të ri super të lëvizshëm që po të shkatron shtëpinë. Sakt. Por eksplorimi i atij kapitulli do të kërkonte një bisedë po aq thellësisht të detajuar sa kjo e sotmja. Jam plotësisht dakord me ty. Ajo çfarë mbetet esenciale për të marrë nga ky eksplorim i sotëm i zhvillimit hershëm është vetë vlera e thellë e këtij informacioni. Vlera praktike. Po, sepse për çdo që po e drejton këtë mjet të panjohur për herë të parë, ose kujdet nështë për të dytën apo të tretën herë, por me një pasazher krejtësisht ndryshe nga i pari. Ndodh shpesh kjo e dyta.
Këto mekanizma biologjik nuk janë aty thjesht si disa kuriozitete akademike apo shkencore. Nuk janë ashtu. Kjo njohuri e kthen panikun dhe atë pasigurinë e madhe të përditshme në një lloj qartësie. I jep trajt asaj mjegullnajës. U jep prindërva të hapësirën mendore për të marrë pak frymë thellë dhe për ta shijuar vërtet magjinë e një sinapseje që po krijohet para syve tyre. Dhe gjitha kjo pa pasur fare atë rëndësinë e vazhdueshme të atij perfeksionizmit që kërkon gjithmonë shoqëria. Tani, fiks kjo mënyrë e parit të situatës mendoj se ofron hapësirë për një reflektim shumë interesant, jashtëzakonisht provokues do thosha. Çfarë lloj reflektimi e ke fjalën? Shiko, gjatë gjithë kësaj bisede ne theksuam me shumë forcë se si ai mjedisi dhe vetë prindrit mbështesin, ushqejnë dhe mbrojnë këtë zgjim mahnitës neurologjik të foshnjës. E vërtet, pam fiks se si zhvillohet nga e para truri bebes. Dhe të shihnim në anën tjetër të këtij ekuacioni ndërveprues, ngrihet një pyetje thelbësore. Cila pyetje? Duke pasur parasysh kërkesën brutale për durim maksimal, vëzhgimin thellësisht analitik, kalimin e qindra netve radhazi pa gjumë. Dhe ato përshtatjen psikologjike detyrueshme? Po, përshtatjen ndaj një force totalisht të paparashikueshme. A është e mundur që gjatë këtyre 6 muajve kaq të çmendur, nuk është vetëm bebi ai që po kalon atë zhvillimin masiv neurobiologjik? Prit një sekund. Po mendon atë që po mendoj unë? A nuk është thellësisht e mundur dhe realisht e provueshme që janë faktikisht vetë trut e prindërve që po shpërbëhen dhe po riprogramohen rrënjësisht aty? Wow, një riprogramimi të rriturit. Duke formuar rrugë krejtësisht të reja nervore aty, vetëm e vetëm për të mësuar një gjuhë thellësisht të huaj ndjeshmërie, hipervigjilence dhe sakrifice sublime. Wow, një riprogramimi dyfisht. Bebi po mëson ashtu lehtësisht të rrotullohet në dysheme, ndërsa nga ana tjetër, truri prindit po evoluon thellë në një strukturë krejtësisht të re ndjeshmërie. Kjo do me thënë, kjo të bën t'i shohësh këta 6 muaj në një dritë totalisht tjetër. Totalisht, e gjithë panorama ndryshon. Le të kthehemi atëhera për herë të fundit sot tek ajo analogjia jon fillestare. Ajo e zbritjes nga avioni në një shtet krejtësisht të huaj pa një pajisje GPS me vete. Është fiks momenti për atë analogji. Ne përkufizuam të gjithë këtë informacion zhvillimor si ata fjalor në domosdoshëm dhe hartën e këtij territorit pa njohur. Sakt. Por tani, e bazuar thellësisht në atë që ti sapo the, duket se qëllimi i vërtet, ai qëllimi thelbësor dhe i fshehtë i këtyre 6 muajve të parë, nuk është as pak thjesht u mësoj atyre se si të mbjetojnë thjesht si ca turist kalimtar në këtë shtet të ri. Cili është atëherë? Qëllimi është që ti transformoj pikërisht ata, domethënë, ngadalë dhe mbase edhe me pak dhimbje dhe sakrificë, ti transformoj në banor të vërtet vendas të atij realiteti të ri. Kjo është goditse kur e mendon në këtë formë, të transformohen në vendas të atij realiteti. Është një ide fantastike. Kjo ide e evolucionit të dyfisht të trurit është diçka absolutisht perfekte për të bluar dhe eksploruar secili thellë në mendjen e tij pasi të mbarojmë këtu. Jam plotësisht e një mendje me këtë konkluzion. Faleminderit pafund të gjithëve për ata që e ndoqën dhe u bën pjesë e këtij eksplorimi kaq interesant të zhvillimit thelbësor. Ishte vërtet një kënaqësi. Të kuptosh nga ku fillon mekanika e njeriut është gjithmonë diçka magjike. Absolutisht magjike. Shihemi në analizën